Haraqina, një nga komunat me potencial të madh zhvillimi, ka kaluar në sfida dhe arritje gjatë viteve të fundit. Në drejtimin e kryetarit Ridvan Ibrahimi janë ndërmarrë një sër iniciativash për të përmirësuar jetën e qytetarëve, duke përfshirë projekte infrastrukturore, investime në arsim dhe mirëqenie sociale. A është Haraqina në rrugën e duhur drejt zhvillimit? Çfarë pritet edhe në këtë vit dhe si do të ballafaqohen sfidat që dalin përpara? Për t'i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve dhe shumë çështjeve të tjera, sot kemi kënaqësinë të kemi në studio kryetarin e komunës së Haraqinës, zoti Ridvan Ibrahimi, të cilin do e ftoj tani për ta përshëndetur. Përshëndetje kryetar dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Faleminderit. Mirëmëngjesi. Edhe pse në këtë ditë Ramazani nuk na refuzuat ftesën, pranuat me shumë dëshirë për të shpalosur gjithçka që ka të bëjë me Haraqinën. Urdhroni, vendi juaj është aty. Faleminderit Tanja shumë për ftesën. Gjithmonë është kënaqësi. Kënaqësia jona. Pjesë në emisionin tuaj. Si ju gjeti ky Ramazan, kryetar? Ishit të përgatitur edhe familjarisht, por edhe si institucion? Po, realisht Ramazani shumë i mirëseardhur. Për secilin individ, unë kështu do të quaj për shkak një revolucioni që ndodh në secilin njeri, padyshim një shpirtin e njeriu ai është më e rëndësishme. Për ta ndryshuar ambientin me vetëm një qëllim, kështu që të ndikon edhe në shëndet dhe në gjëra shumë pozitive. Kështu që Ramazani në familje dhe në përgjithësi të shqiptarët është shumë i mirëseardhur. Na ndryshon pak a shumë rutinën, por gjithsesi na përmbush në shpirt mbi gjitha. Unë mendoj ashtu dhe çdo herë them. Një ndër qëllimet, po. Kryetar, le të nisim me risin e fundit, pas shumë pengesave. Javën që lam pas në komunën e Haraqinës u shënua një moment historik, ashtu si që përmenda edhe paraprakisht, dhe më thëmë para se të prezentoj ty në studio, hapja e qerdhës së parë në Haraqin, e shumë pritur për gjithë banorët e Haraqinës, por edhe për gjithë fëmijët që kanë pritur që t'jem pjesë e kësaj qerdhëje. Çfarë do të thotë ky investim për familjet dhe fëmijët e Haraqinës, por mbi gjitha edhe për juve që jeni në krye të kësaj komune? Po, ai do vërtet një investim që ka mungu komunës tonë, një investim që është dashur shumë herë të ndodhë, po ja, deshti fati, me marrjen e mandatit ne u aktivizuam fuqishëm në atë projekt dhe kemi përcjell kështu çdo hap, çdo lëvizje, çdo ndryshim që ka ndodhur atina. Gjatë implementimit të projektit kam qenë personalisht i angazhuar edhe ekipi im dhe ja erdhi dita që edhe ne si komunë ta kemi atë drejt për fëmijët tonë, atë shërbim që ka mungu realisht, me qenë se s'ka ekzistuar më herët. Kështu që marr parasysh numrin e fëmijëve që kemi ne si komunë, investimet e tilla nuk është dashur të mungojnë, por pra po e përsëris se e përurum me shumë dëshirë, ishte një ditë shumë e veçantë për fëmijët tonë, edhe për gjithë banorët, për gjithë ato prindë që realisht do ta kenë si mbështetje atë objekt, atë institucion të rëndësishëm. Dhe si folim mbi gjitha për gjithë fëmijët. Padyshim, dhe vërtet ishte një ditë shumë e bukur, e veçantë. Ne me sa arritëm që të shohin nëpërmjet mediumeve dhe rrjeteve sociale kuptohet, pam që vërtet kishte qenë një atmosferë e shkëlqyer, e shumë pritur nga gjithë banorët, por edhe atmosfera e fëmijëve nuk ishte munguar. Ne kemi ca fotografi që Lus Regjin ja i kemi në prapavind, dhe Lus Regjin që të na lëshoj mirë që t'i shohim edhe ne dhe gjithë shikuesit, që vërtet 7 marsi e gjeti ndryshe kësaj radhe komunën e Haraqinës. Aty ku janë fëmijët gjithmonë është e bukur dhe e veçantë, kështu që vërtet ishte një ditë shumë e bukur, e këndshme atë ditë dhe objekti, unë e thash që kemi vërtet arrit që ta kemi një objekt shumë të veçantë dhe të pajisur, domethënë me një fjalë nuk mungon asgjë që fëmijët ta kenë atë shërbim në këtë objekt të rëndësishëm. Se vërtet edhe unë si prind kemi pas mungesë të madhe këtë. Dhe një ndër arsyet e shumta të shpërnguljeve të rinisë ka qenë edhe qerdhja. Për shkak të mos, nëse këtë rast të dihet që nëse dy prind janë në marrëdhënie pune, dhe vërtet është problem, është qetësim i madh, është mund i madh që prindi mos ta ketë ku ta dërgon fëmin për ato orë realisht sa është në marrëdhënie pune dhe sa zgjat një orari i një vendit punës. Kështu që
jam i sigur që banorët nuk të ta kenë këtë mungesë, meqense unë do ta potencoj këtu ta veçoj, nuk mjafton kapaciteti që ka ky objekt, është për 115 fëmijë, nuk mjafton për komunën tonë. Ne do të detyrohemi që shumë shpejt edhe për vendbanime tjera të bëjmë një zgjidhje në kuadër të këtij institucioni. Të këtij objekti. Po, këtij objekti që e kemi më të lehtë, ndoshta edhe ato ti shpërndajmë edhe fëmijët realisht që janë në për vendbanime tjera, siç është vendbanimi i Jordancës, Grushinës edhe Mojancës. Kështu që ky objekt, ky institucion, meqense ka filluar me aktivitetet, jam i sigurt që shumë shpejt edhe do zgjerohemi edhe pse jo edhe objekte tjera ne do kërkojmë, se unë vetëm se një informacion do e ndaj tash me ju këtu, se marr parasysh se kemi dikun 250 fillorist në secilin vit. Të drejtën e shfrytëzimit të çerdheve kanë 4 gjenerata. Domethënë nga 2 vjet deri në 6 vjet. Domethënë nëse këto 4 gjenerata i përshumëzojmë me 250 fëmijë, domethënë dikun 1000 fëmijë Araqina ka. Është e nevojshme që të drejtohen. Kështu që objekti sigurisht edhe 3 objekte do të na duhen të tilla, por do punojmë në këtë drejtimin që fillimisht ato prind që janë në marrëdhënie pune, 2 prind, do kenë prioritetin, më pastaj kështu të i klasifiku gjërat edhe. Po sigurisht që ato do jenë kriteret fillimisht që të 2 prindrit të jenë në marrëdhënie pune. Po si fillim me këmbë të mbar është nisur, urojmë që gjithë ata fëmijë që kanë filluar regjistrimet dhe mbarvajtjen e tyre pastaj, është përcaktuar se kur do fillojnë ose ende nuk ka ndonjë datë. Regjistrimi po vjen regjistrimi, domethënë përmenda se ne numrin e fëmijëve kemi, edhe përgatitjet ekipi është bo, po jo edhe në kështu i plot, për shkak sistematizimit dhe analiza funksionale ne kemi bë, dhe ati duhet dikun të jenë mbi 30 të punësuar, kurse për momentin kemi vetëm 17 me leje që kemi hapë konkursin dhe po vijojnë gjitha procedurat administrative. Me këmbë të mbar. Faleminderit shumë. Kryetar, këtë vit komuna e Araqinës shënon rekord buxheti që ndonjëherë është miratuar 200% në nivel komunal, që do të thotë janë siguruar diku 4.5 milion euro në këtë komunë. Kush janë prioritetet e këtij buxheti, kryetar? Marr parasysh se ne trashëgojmë një buxhet kështu edhe jo vetëm të përgjysmuar, po jo funksional. Më thonë, për atë dallimin që ne kemi arrit më saktë viti 2021, kishte buxhet prej 92 milion denarve komuna, kurse miratimi i buxhetit për vitin 2025 është mbi 270 milion, dhe kjo tregon një rritje të ndjeshme, një rritje me dallim shumë të madh në krahasim me vitin që e përmenda, dhe padyshim që prioritetet janë të shumta. Por unë do e veçoj se ka qenë prioritet imi dhe ekipit tim të bëjmë komunën funksionale. Në thonë, përveç asaj që prioritet arsimi, ka qenë edhe ekipimi. Realisht, se jemi ballafaqur me mungesë të kuadrit të ekipit, gjithashtu kemi pas mungesa të shumta edhe të hapësirave. Më thonë, komuna s'ka qenë funksionale për shkak të objektit të vjetër ku ka qenë, dhe ne me marrjen e mandatit u transferuam edhe e pajisëm çdo zyrë nga fillimi. Kështu që në atë drejtimin kemi ecë shumë mirë dhe po mendoj që është ndjenja e çdo qytetari se ekziston komuna dhe komuna është në shërbim fillimisht të qytetarëve. Dhe kjo vërtet më gëzon ky fakt se qytetarët po e ndjejnë ndihmën edhe afërsinë e institucionit. Dhe më pastaj gjërat mund ndoshta diçka të vonohet, po jam i sigurt që do arrijë. Kështu që buxheti është kryesisht i orientuar në kërkesat më të veçanta të qytetarëve. Këtu vlen të theksohet se ne arritëm brenda këtyre viteve të themelojmë edhe subjekte që kanë qenë mungesë në kuadër të komunës tonë, përveç asaj që kemi bën ndarjen, se në vendin tonë, më saktë në Republikën tonë, e vetmja shkollë, këtë informacion e kam shumë të sigurt, të saktë, që ka qenë një udhëheqës, një drejtor, më shumë se 2500 fëmijë, më shumë se 2500 nxënës, edhe dikun 180 të punësuar. Domethënë s'ka ekzistuar
shkollë në vendin po, me kaq numër të madh dhe ne kemi bën ndarjen. Domethënë themelum subjekt të ri dhe shkollën Abdul Frashëri e kemi të pavarësuar. Domethënë atje sot ekziston drejtori, ekziston ekipi i drejtorit dhe realisht tash është një garë shumë pozitive mes edhe dy shkollave, që më herët ka qenë një subjekt edhe sigurisht ka qenë mënjanimi ose lënia anësh e atij objekti ku s'ekziston, s'është drejtori prezent atje vazhdimisht. Po, automatikisht është më i lehtë edhe menaxhimi edhe mes punëtorëve dhe drejtorisë. Sigurisht, edhe aty pas asaj domethënë kemi bërë investime shumë të rëndësishme, kemi bërë renovimin e secilës klase dhe objekti ngjall një shkollës shumë moderne. Kështu që përveç asaj si subjekt juridik të dytën normal që themelum edhe çerdhën, fatosat dhe ndërmarrjen komunale. Domethënë një farforme kemi bërë ekipimin edhe institucionit të rëndësishëm, në këtë rast institucionit që është themelues i të gjithë këtyre komuna. Domethënë përmes komunës ne arritëm gjithë këto institucione shumë të rëndësishme për qytetarët tonë t'i themelojmë dhe t'i shtim në funksion. Marr parasysh në këtë rast edhe ndërmarrjen komunale që është shumë aktive, po kujdeset për çdo cep të vendbanimit tonë për të qenë sa më pastër, për të pas ujë dhe kështu me radhë gjitha ato kompetenca që realisht i ka dhe ndërmarrja komunale ambienti është aktiv. Marr parasysh se atë kemi domethënë nuk ka qenë funksionale në asnjë ditë të vetme, s'ka ofruar shërbime dhe tash është një ndërmarrje e ekipuar edhe e pajisur. Domethënë kemi pajisje tash të mjaftueshme saqë jam i sigurt që edhe shumë ndërmarrjet komunale në Republikën tonë nuk i kanë sa i ka sot ndërmarrja komunale ambienti. Po, si është bashkëpunimi momentalisht me qeverinë qendrore dhe institucione tjera shtetërore, apo merr komuna mbështetjen e duhur duke ditur që tani në pushtetin qendror udhëheq oponenti juaj politik? Unë Aida e kam edhe publikisht edhe në disa momente tjera sigurisht që ekziston një ndihmë, por unë do e quaj pa drejt për komunat rurale, për komunat më të vegjëla, për komunat që janë pjesë e kryeqytetit, kurse mungesat janë edhe për gjërat elementare. Domethënë një krahasim, unë edhe në disa takime ku i kemi pasur në qeveri kam përmend këtë se unë nuk e shoh të drejt ky trajtim, domethënë që bëhet në kokë banori të merr një komunë aq mjete sa që një komunë urbane, në këtë rast komuna qendër, unë ju kisha lutur edhe juve si media të hulumtoni se ato mjete për çfarë po shfrytëzohen në komunën qendër, ose edhe komuna tjera. Marr parasysh se ato komuna janë të pasura, ato komuna kanë një buxhet vetanak shumë të fuqishëm. Dhe nuk duhet bërë dallime të tilla. Unë po mendoj që duhet bëhet dallim, duhet të jepet prioritet komunave me numër më të madh sigurisht që të banorëve. Edhe numri i banorëve, por edhe mungesa të shumta çfarë. Domethënë përderisa ne si komuna tash jo e vetmja si Harracina, se sigurisht edhe komuna tjera ka, përderisa ende ballafaqohemi me gjërat elementare që duhet urgjentisht të rregullohen. Komuna që ndoshta përmenda, jo vetëm ajo, po bën renovimin e objekteve ndoshta edhe pa nevojë. Pa nevojë. Po meqense qeveria ka ndarë ato mjete, ato duhet të shfrytëzojnë edhe sigurisht, ndoshta edhe jo në mënyrë kështu të duhur, edhe jo ndihmë drejt për drejt qytetarëve. Kështu që unë në këtë drejtim kam pasur të vërejtjet e mia se duhet të ekziston një mënyrë e shpërndarjes ndryshe. Domethënë përderisa ne kemi projekte ende për ujësjellje dhe kanalizim, unë mendoj që aty orientimi duhet të jetë. E sidomos në komuna që e kemi sot e kësaj dite kemi vendbanime që s'ekziston rrjeti i kanalizimit. Do të thënë janë projekte bazë që duhet të jenë më të rregulluara në çdo komunë dhe jo në komunën e Harracinës. Po për atë po them, jo vetëm në komunën e Harracinës, po në nivel të shtetit, aty ku është e nevojshme ende kanalizimi i ujësjelljes, unë mendoj që këto mjete duhet të orientohen në këto komuna. Më pastaj të ngritet niveli edhe në komuna tjera. Domethënë ta mbarojmë atë bazikën, ta mbarojmë ato elementaret, më pastaj nivelet unë padyshim që duhet të rriten edhe në secilën komunë. Po, me çfarë ritmi po zhvillohet edhe infrastruktura në komunën e Harracinës? Sa ka pas ndryshime që nga momenti që keni marrë ju mandatin? Ida, besoni këtë jo vetëm që unë personalisht se kam edhe obligim të them, po këtë
është ndjenjë secili qytetar të komunës tonë. Domethënë jemi prezent për çdo ditë, jemi prezent në terren vazhdimisht. Domethënë unë personalisht përveç ditë feste ose vikendi që s'ka pas një kështu kompani ndërtimi që është marrë me rregullimin e një projekti, domethënë në vazhdimsi kemi pas punë dhe realizimin të projekteve. Domethënë janë të shumta projektet që janë rregulluar, po edhe që janë në vazhdimsi që po rregullohen, po implementohen. Domethënë ekziston një numër i madh i projekteve që kanë filluar edhe shumë më herët. Këtu vlen të theksohet se po punojmë kështu intensivisht për qendrën për reciklim të mbeturinave. Domethënë do jemi një komunë e vetme ndoshta në nivel të shtetit, pas asaj të Kërçovës, me sa kam informacion, që do të ekziston qendra për reciklimin e mbeturinave. Domethënë qëllimi i këtij projekti që është përmes fondeve ndërkombëtare, në këtë rast IPA fondeve, përmes komunës me Raovesin që kemi pas një partneritet dhe kemi arrit që të sigurojmë mjetet e nevojshme për këtë qendër, dhe jam shumë i sigurt se kjo qendër do jetë një model edhe për komuna tjera që padyshim që me një vend ku mungon pastërtia, aty mungon edhe gjithçka, dhe për atë kemi dhënë prioritetin që kjo qendër ti menaxhon mbeturinat kështu në mënyrë të detajume, që mos ketë mbeturina vend e pa vend, se vërtet është një pasqyrë shumë e keqe për gjithë banorët, për gjithë njerëzit që qarkullojnë përmes aty në rrugëve. Bile e fundit ne morëm një aksion edhe me Këshillin Komunal dhe me të punësuarit para disa ditëve rrugën regionale që lidh komunën e Raçinës me Likovën edhe Kumanovën. Kemi bën një aksion atje që sa do pak të ngritet vetëdijsimi që mbeturinat mos të hudhen vend e pa vend. Domethënë qëllimi i krejt kësaj mendoj që e përmenda që jemi shumë aktiv në terren dhe po realizojmë projekte të shumta në numër shumë të madh, që sot sigurisht nëse ekipi juaj do të ishte bashkërisht me mua në terren, jam i sigurt që më tepër se 12 projekte po realizohen në kuadër të komunës tonë. Kështu që jam shumë i sigurt që këtë qytetari po e ndjejnë dhe qytetarët po e vlerësojnë këtë punë, këtë angazhimin tonë. Po, ne shohim vazhdimisht edhe punën tuaj edhe në rrjetet sociale, sepse flasin gjithçka pastaj edhe fotografit në rrjetet sociale kuptohet, dhe puna juaj që vazhdimisht jeni në terren dhe po bëni më të mirën për banorët e Haraçinës. Së fundmi u dhanë edhe 2 vetura specifike për mirëmbajtje. Po. Domethënë në kuadër të qendrës që kemi për e Shkupit që është, ne jemi antar të asaj qendrës, dhe realisht unë edhe me kryetarët e komunave të Shkupit ku e përmbajnë atë qendër, shpeshherë kemi debatuar për gjërat realisht, se ekziston një buxhet i përcaktuar në nivel vjetor për qendrën, dhe në të kaluarën, domethënë komunës tonë nuk janë nda mjete prej asaj qendrës, dhe ne aplikuam një projekt që ndërmarrja komunale të pajiset me disa kështu mjete që janë të nevojshme, dhe pas përpjekjeve të shumta arritëm edhe ne ta fitojmë këtë, me argumentin se nëse dojmë ne edhe si qytet, edhe si kryeqytet që jemi pjesë e kryeqytetit, edhe ne si komunë, të arrit një nivel i zhvillimit, unë mendoj që duhet të jetë prioritet komunat që janë më të varfura, kushtimisht me thonë, që të arrihet një zhvillim i barabartë. Nëse ne po kërkojmë zhvillim të barabartë, domethënë kjo është mundësia që mjetet alokohen edhe për komunat që realisht janë më të varfura. Bile një krahasim e di edhe me komunën e Karposhit dhe disa komuna tjera që vërtet janë të pasura, ato aplikojnë me projekte për fotovoltaik, kurse unë aplikova për kamion për mbeturina. Edhe tash nëse nuk është ndjenjë këtë... Nëse bëjmë krahasimin, po? Krahasimin, sigurisht që është e padrejtë, jo që s'është e nevojshme fotovoltaikët për disa objekte, por padyshim ekzistojnë edhe forma tjera, edhe mundësi tjera ne për të fituar ato fotovoltaik, dhe besoj që patëm një mirë kuptim edhe më dhanë prioritetin që më në fund edhe ndërmarrja komunale u pajis edhe me gjërat e nevojshme që kishme një mungesë.
Këtu mendoj që vlen të theksohet kur përmenda fotovoltaik se ne përmes ambasadës së Slovenisë kemi pajisur 3 objekte në nivel komunal, objektin e komunës, shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe shkollën fillore Bajram Shabani në vendbanimin e Grushinës. Dhe realisht kemi bën vërtet një mobilizim të mirë atje për vetëm asaj fotovoltaikëve që tash është e pamvarur realisht me energjinë elektrike. Kemi siguruar edhe pompa termike që kujdesen për nxemjen që të ketë ambiente sa më të përshtatshëm për fëmijët tonë. Kur jemi te arsimi, përveç se folëm për ndarjen e shkollave Abdyl Frashëri dhe Skënderbeu, shkolla tjera, si është gjendja në shkolla tjera në rrethinën e komunës Araçinës? Investimet... Ka vend për investime ende, është punuar sa duhet dhe është zhvilluar mësimi pa probleme për gjithë këta nxënës? Në secilin vendbanim ne kemi arritur që të rrumbullaksojmë investime shumë të nevojshme për shkollat tona. Në secilin shkollë, për vetëm se në shkollën e Mojancës, për shkak të problemit të pazgjidhur, marr parasysh se s'ka ekzistuar më herët legalizimi i shkollave tona, ne të gjitha këto procedurat administrative i kemi rregulluar dhe tashmë secila shkollë është në kuadër të komunës tonë është e legalizuar dhe në secilin shkollë kemi bërë investime. Ekziston një kështu ende e pa rregulluar vetëm se shkolla e Mojancës. Për shkak të parcelës që ekziston ajo shkolla aty është në pronë private. Kjo nuk mund të rregullohet sot e kësaj dite, kurse të gjitha shkollat tjera janë të rregulluar me dokumentacion dhe kemi arritur që përmes publikimeve shpallëve që realisht kemi bë, edhe në shkollën e Gjergj Kastrioti Skënderbeu kemi arritur që ta rregullojmë oborrin, parterin e shkollës, gjithsesi edhe te Abdyl Frashëri edhe te Bajram Shabani edhe se me qenë se shkolla e vendbanimit të Orllancës është kuadër e shkollës fillore Abdyl Frashëri dhe atje po realizojmë projektin për rregullimin e oborrit edhe një fushë të sportit multifunksional. Kështu që edhe në vendbanimin e Grushinës atje është bë komplet procedura dhe shumë shpejt do fillojnë punimet. Kemi pas kështu personalisht po edhe si ekip prioritet arsimin se vërtet me qenë se e përmendë edhe më herët numri i fëmijëve që shqyrëzohet dhe kemi në krahasim me shumë komuna tjera që është mungesë dhe padyshim që ka qenë prioritet dhe do mbetet prioritet për mua arsimi, se atje është ardhmja jonë dhe atje janë fëmijët tonë, kështu që investimet të tilla, investimet sado që të jenë, jam i sigurt që prapë do të mungojnë, kështu që arsimi duhet të jetë prioriteti secilit udhëheqës të vendit. Definitivisht. Kryetar, po shëndetësia në çfarë niveli është në Araçina? Ka nevojë për më shumë qendra mjekësore dhe shërbime të specializuara? Këtu vërtet ekziston një mos organizim, unë do e quaj kështu. Marr parasysh që kompetencat e tona si komunë janë të kufizuar. Asnjë kompetencë unë nuk kam përveç asaj që kemi siguruar renovimet përmes donacioneve. Bile është në fazë përfundimtare dhe projekti i renovimit të tërësishëm të ambulantës. Por unë ndoshta më vonë për këtë pjesën të flas, se siç e përmenda, ne si komuna, në organizimin e shëndetësisë në nivel komunal, asnjë përgjegjësi, asnjë kompetencë ne nuk kemi. Nuk keni përkrahjen e Ministrisë Shëndetësisë në këtë rast? Jo, nuk kemi pas. Realisht ambulanta që sot ekziston në vendbanimin e Araçinës është përmes koncesionerëve që funksionon. Ato janë mjek privat dhe kanë marrë përmes shtëpisë shëndetit Bitpazarit kanë marrë koncesionin dhe po funksionojnë, por vlen të theksohet se bile kam një komunikim të drejtë për së drejtë me mjekët që punojnë në atë institucion transition dhe marr parasysh që sa pacient kanë të regjistruar ato është mëkat, po që mos të keni. Domethënë shumë qytetarë të komunës tonë këtë shërbim e kërkojnë jashtë territorit të komunës tonë. Është për të ardhur keq. Dhe kjo fillimisht unë do e quaj është një mos organizim. Se përderisa janë numrat, janë qytetarët, aty ku janë numrat, aty ku janë qytetarët, duhet të llogaritet që është edhe parja aty.
është edhe realisht kostoja që duhet të ngelet te mjeku që po jep ato shërbime në komunën tonë. Kështu që ne menjëherë pas fillimit të mandatit më kujtohet bile ka qenë një ndër ato aktivitetet e para që kemi ndërmarrë për renovimin e ambulantës, bile edhe ujë ka qenë mungesë. Në ambulant. Në ambulant. Kështu që ne u mobilizuam shumë shpejt dhe e bëm një zgjidhje se ka qenë një qytetar që në mënyrë kështu vullnetare ka dhënë kështu ujin aty, po ajo s'ka qenë një zgjidhje kështu. Ka qenë e përkohshme. Dhe ne bëm organizimin, sigurum ujin për ambulantën dhe padyshim që ajo arritëm sadopak të bëjmë një renovim të brendshëm dhe sa të ndryshohet pamja me automatizëm edhe pacientë fillun të kenë interes të mbeten në Haraçin. Kështu që në ditët në vijim ne shumë shpejt do dalim teren për të bërë kështu komplet renovimin e ambulantës. Kemi këtë mjete financiare të nevojshme të siguruar prej Kallirit Mirësisë, një organizatë që vërtet na është ofru dhe na ka ndihmu në shumë sfera që realisht kanë qenë shumë të nevojshme për gjithë banorët tonë, kështu që e fundit është edhe renovimi i tërësishëm i ambulantës. Por këtu ky një lajm i mirë për gjithë banorët. Padyshim, por këtu mendoj që nuk do të jetë mjaftueshëm për shkak të po e potencoj se qytetarët, numri i madh i banorëve, një mjek sot të ngelet vetëm me 2000 ose 3000 pacientë, ku janë të tjerë pacientë, ku janë të tjerë qytetarë. Do të thonë me automatizëm nënkuptohet se jashtë teritorit tonë, komunës, qytetarët mundohen të gjejnë këtë shërbim. Mungesa e transportit publik, sa po e vështirëson jetën e banorëve dhe ka vend për ndryshime kryetar? Transporti publik, unë për fat të keq mendoj që është evidente, është gjithçka e qartë. Se qyteti i Shkupit ka pas një defekt të madh në organizimin e transportit publik. Se këtë shërbim qyteti i Shkupit e ofron në kuadër të komunës tonë. Dhe unë do e ndaj bile një kështu informacion që ka personalisht jam ballafaqur me qytetaren, me studentin. Në vendbanimin e Orllancës ekziston një rini e organizuar dhe funksionale, është shumë interesuar edhe për shkollimin. Dhe një prej atyre studentëve kishëm një takim ashtu të përbashkët me rinin dhe më dha lajmin që ka ndërprej studimet në medicinë për shkak transportit. Shkaku transportit. Besoni. Edhe mund të llogaritet që vërtet është për të ardhur keq. Ekziston sot e kësaj dite, domethënë trajtimi i këtij institucioni të rëndësishëm që duhet të bën organizimin e transportit në periudha të verës ku fëmijët nuk janë në shkolla, edhe nuk për atë vendbanim nuk ka transport. Nuk ka fare transport. S'ka transport fare. Domethënë kanë qenë shkresat të një pas njëshme që kam adresu deri te qyteti i Shkupit, deri te Këshilli i qytetit të Shkupit, deri te ndërmarrja publike që menaxhon me transportin. Domethënë, meqense ka ekzistuar një mos organizim i tillë, mungesat kanë qenë për të gjithë komunat dhe nuk kemi arritur që ne të ndryshojmë këtë gjë. Meqense këtë periudhën e fundit dukshëm është përmirësuar, ekziston transporti i rregullt tash, por ajo periudha ku shumë fëmijë tanë kanë humbë shkollimin arsyeja e transportit, do të thonë shumë qytetarë tanë ndoshta detirohen të ndrojnë adreset për shkak të transportit. Këtë rast kemi rast me emër, me mbiemër, po jam i sigurt që nuk është edhe i vetëm, është detyruar të ndërpret studimet për mungesë të transportit. Dhe kjo flet shumë për atë kështu lënien anash të këtyre çështjeve të rëndësishme, saqë ka një impakt edhe një ndikim shumë të madh në shoqërinë tonë. Marr parasysh se është problem edhe bile shpesh herë dhe shprehim kështu në mënyrë ndoshta edhe shumë të drejtë për së drejtë, se sot një prind të arrin ta shkollon një fëmijë të vet dhe të bën mjek, jam i sigurt që veten parapasqyrës me thinja, me flokë të bardha do e shef.
Në këtë rast kemi rastet të tilla ku ndoshta nesër ai do të ishte një shembull për gjithë banorët e Haraçinës, por që ka ndërprer studimet shkaku i transportit që vërtet nuk është faj as pak i atij dhe as i juaj në këtë rast, sepse po e tregoni qartë se ku është problemi. Vërtet unë prapë po e them që edhe po e kërkoj, kështu që jam shumë i sigurt këtë edhe në mënyrë të arkivume i kam të gjitha kërkesat të një pas njëshme, jam mundu edhe përmes linjës telefonike, edhe për takimet drejt për së drejta kam kërku edhe me kryetarin e Shkupit, bile është e fundit edhe personalisht e kam telefonu edhe kryetarin e Këshillit të qytetit të Shkupit, e kam informu më sakt se vërtet në këtë drejtim duhet të kthehen sytë dhe mos të lejohet gjërat e tjera të ndodhen për shkak që janë pasoja që mund të zgjasin shumë dhe këtu për një mungesë të transportit për shtetin, për institucionet të rëndësishme, siç është edhe ndërmarrja transportuese, unë mendoj që kështu një keq menaxhim ka ndodhur dhe me shpresë që një ditë më parë ajo të rregullohet dhe komunat rurale, komunat që janë periferi e kryeqytetit, unë jam shumë i sigurt që duhet ta ndjejnë kërkesën tonë për shkak që momentin i zhvillimit të një pjesë të periferisë së kryeqytetit jam i sigurt që do ketë ndikimin edhe në kryeqytet. Edhe në qendër do ketë ndikimin për shkak që njerëzit nuk do të kërkojnë secilin shërbim në kryeqytet, po do ndalen në periferi, do jetojnë në periferi, do marrin shërbimin në periferi, kështu që nuk do të jetë ngarkesa e madhe e kryeqytetit. Kështu që unë jam shumë i sigurt që jo që nuk ndoshta se ndjejnë, po thjesht fokusi nuk është i mjaftueshëm për të zgjidhur këto probleme në periferi të kryeqytetit. Domethënë ta zhvillojmë periferinë e kryeqytetit me automatizëm, do ndihmojmë edhe kryeqytetin. Sa kryetari i Haraçinës ka ndihmuar talentat e ri në kulturë dhe sport? Sa ju keni ndalë në ndihmë? Duke ditur që në sport keni edhe klubin Shkëndia dhe sigurisht që ka shumë të talentuar aty dhe kuptohet nesër mund të jetë edhe dikush që mund të përfaqëson ndonjësisht edhe në Europianin, pse jo? Po. Historiku i klubit futbollistik Haraçina jam shumë i sigurt që secili qytetar domethënë me shumë kështu pasion e ndjejnë atë, meqense ka pas kështu një shkëputje, një ndërprerje të funksionimit, por tash janë gjërat që po shifen që ai ekip, ai udhëheqësi edhe ato lojtarë që është rikthyer fuqishëm edhe shumë shpejt besoj që do ta shohim në vendin që sot e meriton, a jam i sigurt që do të ardhmen edhe shumë më tepër. Kështu që ne si komunë në vazhdimsi kemi ndihmuar klubin futbollistik. Domethënë edhe në aspektin e organizimit, po edhe në aspektin financiar. Bile kemi ndarë edhe një kështu hapësirë në kuadër të objektit të komunës, që mos të kenë obligime financiare për të paguajtur rent në objekte tjera, kështu që e kemi ofruar edhe hapësira klubit tonë. Dhe si që përmenda edhe financiarisht ne për çdo vit ndajmë mjete financiare për klubin. Numri i rinis, numri i sportdashtëve, numri që merren me aktivitete sportive në kuadër të komunës ekziston një numër i madh. Përveç asaj që me futboll, edhe me handball, edhe me basketball, edhe me shumë aktivitete tjera sportive, kështu që jam shumë i sigurt që ne nuk po arrim ndoshta të bëjmë kështu më të mirën e mundshme, po maksimumin po e bëjmë. Meqense jemi të kufizuar edhe me buxhet dhe ne gjithsesi prioritete kemi dhe do ta kemi. Rinin çdo herë. Po, rinia përderisa sot një sportist është edhe ambasador i një vendi. Shumë e vërtetë. Kudo që të jetë, kudo që të prezantohet, domethënë ai prezanton edhe komunën edhe banorët edhe gjithë atë rrethin, kështu që unë kam bërë thirrje edhe disa herë dhe institucioneve relevante, në këtë rast edhe Ministria e Sportit. Unë jam i sigurt që secili klub futbollistik ka peshën e vet, ka rëndësinë e vet, duhet të zhvillohet. Por ekziston edhe lënda e statistikës. Domethënë përderisa ne tash kemi numrin e madh të rinisë,
Edhe jam i sigurt që atje është mundësia, potenciali shumë më shumë se në krahasim me një vendbanim ku s'ka për të investuar në të. Po. Kështu që në këtë rast unë bile shpesh edhe marr edhe si parametër kështu numrin, me qenë se në kuadër të komunës kemi vetëm shkolla fillore, edhe me një vendbanim me një komunë ku janë më tepër se 2000 nxënës në shkolla fillore, atje flet shumë se investimet duhet mos të mungojnë në atë komunë, për shkak të potencialit dhe zhvillimit që mund realisht ta ketë në secilin sferë. Se aty ku është rinia, aty ku janë fëmijë, aty ku janë banorët, numri banorëve, aty duhet sigurisht të del edhe më e mira dhe padyshim. Kryetar, me qenë se jemi në fund të minutazhit, e kemi tejkaluar bile, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që u bëre pjesë e ritmit ditës, por për fund do doja të di nëse do kandidoni prapë në këto zgjedhje? Ka ndonjë përgjigje konkrete? Pyetjet e nxehta këto janë të fundit apo jo? Ejda, shive, besoni që është çështje për mua personalisht jo edhe aq e rëndësishme. Po e potencoj jo e rëndësishme se pavarësisht unë dua që Araqina të vazhdon zhvillimi, të vazhdon ndryshimi. Në thonë, jemi të sigurt të potencova edhe në fillim edhe këtë jenë dëshmitar të gjithë qytetarët, që ne kemi arrit të bëjmë një mobilizim të fuqishëm, një ndryshim të madh. Dhe jam shumë i sigurt që kjo duhet të vazhdon. Duhet të ndodhë vazhdimi i ndryshimit dhe ekziston, domethënë, hapësirë kohore, marr parasysh se edhe disa muaj, domethënë, zgjedhjet do të mbahen. Kështu që unë do jem në vazhdimsi i interesuar për ta zhvilluar edhe më tutje komunën tonë. Ashtë Ridvani apo Hasani është ndoshta pak më rëndësi ajo si individ, por jam i sigurt që edhe për mua, edhe për secilin banor të komunës tonë është më rëndësi vazhdimi i zhvillimit në të mirën e qytetarëve tonë. Marr parasysh, ne nuk po duhet të kthehemi në të kaluarën, por mungesat kanë qenë të shumta. Mënjanimi, bile edhe neglizhenca dhe gjërat e tjera që realisht kanë ndodhur, por shpresoj që mos të përsëriten gjërat jo të bukura, jo të hishme, jo të mira. Cili do të ishte mesazhi që ju ishe drejtuar qytetarëve të Araqinës? Çfarë mund të presin nga ju? Qytetarët presin, mendoj që po e ndjejnë atë, edhe unë personalisht, një besojshmëri të plotë. Më e rëndësishmja. Po. Përderisa qytetari e beson institucionin, gjëra tjera me automatizëm do zhvillohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Do të thonë, qytetari ta ndjejnë se ne jemi në shërbim të qytetarëve. Do të thonë, 24/7 jemi në shërbim të qytetarëve. Edhe përderisa qytetari e ndjejnë, e ka besimin në institucion, gjëra tjera që do të keni qenë shumë i afërt me gjithë banorët e Araqinës për çdo problematikë dhe sfidë që ju është hasur. Po, me shumë kështu bindje, sinqeritet e them që është secili problemi i qytetarit është edhe im. Do të thonë, secila zgjidhje që ofrohet qytetarit është një ndjenjë shumë e veçantë. Unë jam shumë i sigurt që edhe përvoja institucionale edhe shumë institucione tjera, por është e veçantë. Është e veçantë të jesh afër qytetarit, ta shifësh që një problem po zgjidhet. Sidomos kur bëhen fjalë qytetarët e vendlindjes. Padish. Apo jo? Padish, e veçantë. Kryetar, unë falenderoj jashtëzakonisht shumë, ishte një bisedë shumë e veçantë, duke ditur që edhe unë vi nga aty dhe për të folur për gjitha këto sfida, por edhe sukseset e komunës së Araqinës. Nuk mjaftojnë këto minuta, por që ka që kemi minutazhin të planifikuar për mysafirin në studio, urojmë që na vini edhe me projekte të tjera, edhe me shumë risi dhe pse jo një ditë edhe të shpallët qytet në veti komuna e Araqinës. Faleminderit. Faleminderit shumë Aida, ishte kënaqësi, me shpresë që ne do shihemi prapë dhe do shpalosim edhe shumë projekte tjera. Shumë faleminderit.